Agron, cilat janë sfidat më të mëdha që përballen shoqëria sekulare e cilat janë ato të shoqërisë fetare, sipas teje? Okej. Shoqëria sekulare e ka largu shpirtin. Kështu që e sheh individin në shoqërinë sekulare është i izolum, është i vetmum, edhe vrapon mas konsumerizmit. Vetëm mas blerjes. Bleja tje blej këtu. Edhe kudo ka vetëm reklama, marketing për me ble. Secili prej nesh po thuj se bjen këtë grac, blen gjëra dhe që si duan, ose që si përdor. Prandaj thonë, një gjë që se përdor brenda 6 muaje, 1 viti, mos e lën dollap largo. Gjithmonë shkon e ke iPhone-in kaq, do të riun, do të versionin e ri, do të versionin e ri. Çdo gjë kërkon version. Kështu që është konsumerizmi. Edhe njeriu, siç thash, është duke u pa si objekt, nuk e pyet kërkush kërkan si po ndihesh. A ke nevojë për diçka? Dhe në anën tjetër, këtë aspektin fetar vetëm do të largu prej 2 ekstremeve. Një ekstrem që duke menduar se diçka është e fesë e nuk është e fesë, edhe një aspekt tjetër që bën çka të duash, tërhiqet prej shoqërisë, nuk është aktiv, mendon që vetëm aspektin shpirtëror do të me ushqy edhe jo me jetu jetë. I dërguari i Zotit ka bërë jetë reale. Çdo ditë është taku me njerëz. Ka debatu, ka diskutu e kështu me radhë. S'është mbyll. Edhe çështja është në aspektin fetar si të përfitojmë prej gjitha dijeve, prej gjitha zbulimeve, ti përdorim për dobi të njerëzimit. Siç të përdoret teknologjia, të arriturat shkencore edhe gjitha këto. Etj. Po.